Beslidhja ka mbyllur përgatitjet në prag të sfidës së rallës në kampionat, ku do të përballet me Tërbunin. Skuadra lezhjane në drejtimin e trajnerit shkodran Elvis Plori ka zhvilluar një javë intensive stërvitore, duke u fokusuar maksimalisht te ky takim. Ndeshja do të luhet të shtunën, duke nisur nga ora 13 në stadiumin Beslidhja, ku vendasit synojnë të marrin një tjetër fitore në rrugën drejt objektivit sezonal. Aktualisht Beslidhja kryeson me një diferencë prej 4 pikësh nga ndjeksi më i afërt Shiroka. Megjithatë, në kampionatin lezhjan nuk ka vend për vetkënaqësi. Kjo konfirmohet edhe nga vetë tekniku Plori në një prononcim për Star Plus, i cili thekson se skuadra e vlerëson maksimalisht kundërshtarin dhe mbetet e përqendruar vetëm te marrja e 3 pikëve. Ndeshja me Tërbunin është një ndeshje rrallët për ne. Ne dihet tashmë kemi një objektiv i cili duhet jena të sigurt. Normalisht ndeshjet po fillojnë edhe ikun një nga një, por ne duhet të jemi të qartë për atë se çka kërkojmë. Pra, mobilizimi është 100%, garantoj se skuadra është totalisht e përqendruar, presidenca, stafi, të gjithinat të përqendruar. Për sa i përket dëmtimeve, kemi pas 2-3 probleme të vogla, ku mendoj që do zgjidhen. Trajneri shkodran nënvizoi se respekti për Tërbunin është maksimal, por objektivi vetëm i Beslidhjes në këtë përballje mbetet fitoria. Ne do të futemi për me marrë 3 pikë të plotë. Kam respekt për skuadrën e Tërbunit, duke ditë se edhe unë kam qenë pjesë e saj, pra kam kaluar një vit shumë bukur atje. Por ka ardhur një moment si ne tashmë kemi shprehë qartë objektivat tona për medalje kategori më lart dhe uroj që Tërbuni të jetë një ekip i cili mund futet tek skuadra ku janë në play-off dhe të provojnë ajo që të kalojnë në kategori më lart. Objektivi Beslidhjes në përballje me Tërbunin mbetet vetëm fitoria për të ruajtur kreun dhe për të hedhur një tjetër hap drejt ngjitjes një kategori më lart.